nderuar pasqyrë të dashur dhe të motra për Krishtin. Shpeshherë na krijohet ideja e gabuar, sikur ky vend i ri nuk është i bekuar, aq të keq, disa thonë është i mallkuar. Dhe shikojmë si fatkeqësi që ka lidhur me këtë vend ose jetojnë në këtë vend. Por, nëse ne do të jemi të vërtetë, do të shikojmë qartë historinë shekullore të këtij vendi dhe veçanërisht historinë e Krishterikut, shikojmë se ky është një vend shumë i bekuar. Madje shumë i bekuar se vendet të tjera që ne i shikojmë sot si të zhvilluar. Sepse Krishteriki në Shqipëri është apostolik. Dhe që në shekulin e parë, si është shkruar në qytetin e Durrësit, ku nga apostol Pavli u kërkua bashkia e parë e krishterëve, u vendos Shën Cezari si episkop dhe pastaj dëshmori Asit. Po jo vetëm në Durrës, por gjithë zona e Ilirisë është një vend i bekuar dhe i shëntuar nga fjalët e apostolëve, nga gjaku i martirëve. Dhe sot Kishana Ortodokse ndëron një tjetër shenjtor, i cili, edhe pse ndërohet të gjithë Kishën Ortodokse, është një shenjtor që ka kontribuar veçanërisht për Ilirinë, për vendin tonë. Dhe një njeri dëshmor, episkop dëshmor, që ishte episkopi i Ilirisë dhe qendër në Vlorë. Dhe sot do të kujtojmë dhe ndërojmë Shën Eleftheri e Vlorës. Shën Eleftheri i Vlorës lindi në shekullin e dytë nga prindër besimtar dhe mbeti e tij nga babai, por nëna e tij Agnia ose Antosa, u kujdes që t'ia përkushtonte Zotit fjalën e saj, ashtu si profetesha Ana vjen e saj Samuel. Dhe e çoi kujdeset tek episkopi Aniceti i Romës, i cili e shikoi Eleftherin edhe si një moshë të njohur adoleshent, madje në moshën 15 vjeçë, shikojmë që e tërhetë dhe i erotikisë të diakon. Është diçka e veçantë që në këtë moshë, kur ne shikojmë se ata nuk vjen fëmijë, Aniceti pa se shpirti i shenjtë e kishte turbuar këtë fëmijë. Edhe Erotikis episkop, që e posaktëson, sepse do dhe një moshë mjekurie që dikush të fillojë të hyjë në shërbesin klerikal. Dhe në moshën 17 vjeç dhe 18 vjeç prif. Dhe në moshën 20 vjeç episkop. Pra, shikojmë që nuk është mosha ajo që të kurron ose të mëson, por është jeta. Shikojmë jetën e shenjtorëve që në fëmijëri ata shfaqnin një urtësi për një të rritur, një burëri në karakter, sepse shpirti i shenjtë vepron në çdo moshë. Dhe në moshën 20 vjeçë ai u caktua nga episkopi i Romës që dëshmonte në Iliri, në qendër Vlorë dhe ishte episkop i Ilirisë. Patjetër që ishte një punë shumë e madhe. Ky popull si një popull të tjerë ishte një popull pagan. Kështu që Eleftheri filloi veprimtarinë e tij apostolike, katekizuese, shëntëruese. Por kjo era në syrin e kryeministit romak, që në ato ishte armiqësi me Krishterinë. Garantori Adrian dërgoi një kënd që dëshmonte të arrestonte Eleftherin dhe ta çonte në Romë për gjykim. Por, edhe pse garantori Adrian dërgoi tek Eleftheri një oficer të devotshëm, Feliksi, kur Feliksi i hyri në Vlorë dhe pastaj shkoi në Kishën, ku Shën Eleftheri ishte duke predikuar, ai tani mosha e tij ishte e re, por fjalët e tij ishin si njeriu të boçëm dhe të një burri, një shëntëri. Kjo dikoi te shpirti i këtij oficeri roman, Feliksi, i cili arroi për çfarë kishte ardhur, rrallë këmbën e Eleftherit, i kërkoi ta ndriçojë, ta kanalizojë me besën e krishterë, madje edhe ta fraksojë. Elefteri pasi mbaroi shërbesën e tij ishtare dhe paksoi Feliksin ta do të shkojë në Romë, sepse i do të vështërojë
prokuror e partitë. A që në të çfarë kuptim? Dhe kur vajtë të rrëmë me Lefteri, patjetër filloi të kishë. Në fillim ishin lajme, ndere, në që se të pohonte besën e krishterë, pastaj ishin tortura. Torturat si që nga përbëndin janë në frikshme. Në fillim e puni një zgare të suqë, për ta pjetur për së po shejtori që trojë. Odhëri një kazarë, në dhjava, në tyrë, në zikë, por përsëri njëri që ishte brenda shpirtit dhe trupit shejtorit, për që ai ishte pa preshë. Dhe kështu fillon dhe torturat të tjera, e hodhën në një vend, në një kamin prej bronzi dhe ekër, që ta shkatroni trupin e tij, por përsëri vetë gjallë. Dhe kështu pasi i dhanë shumë tortura, më në fund ai u libua nga gjallë dhe shkoi në një park. Aty që trojë për disa kohë, por përsëri u kapë dhe u arrestuar. Pagëzoi 500 ushtarë, dhe më në nuk ditë çfarë fikoni i frenë kokë. Por është edhe një dëshmi tjetër. Nëna e Lefterit, e cila e ndiqte djalin e saj, si në shërbesën fetare që bënte në Romë, në Vlorë, por edhe kur shkoi në Romë, ajo të faqe djali i saj ofertë si një qitë për Zotin, shkoi dhe rroti trupin e saj e tij. Atëherë ushtarët e vranë dhe nënën e tij. Gjaku i nënës u bashkua me gjakun e tij. Dhe të dy u paraqitën si martirë përpara Krishtit. Prandaj kisha thotë në Romë edhe shërbetëri dhe nënën e tij Avdi. Dashur të krishterë, këto janë shembuj që ne do të kemi në jetën tonë. E para, shikojmë sa rrorë të mallë ka gruaja, ka nëna, që vetëm lind fëmijë, por do të edukojë fëmijë me frikë të krishterë. Jo t'i bëjë të mirë, por t'i bëjë shejtor dhe përgjegjësia dhe roli parsor është i nënës. Prandaj kemi detyrë shumë të madhe, i nënës, i gjyshës dhe tjetër. Të rinë, asnjë nuk duhet si kohë duke thënë se jemi të rinë dhe nuk është besimi për të rinë, por besimi është për keq. Jo, besimi është për çdo moshë. Madje në shkrimin e shektatorëve që Zoti frymëzon, urtëson dhe foshë. Dhe kemi parë se si foshja për Kuqin, foshja për Nikon. Pse? Shpirti i shenjtë dikon tek ato. Por sa më shumë rritet njeriu, aq më shumë duhet ta pranojë dhe të besojë në Perëndin dhe të nuk shkojë. Duhet besimi që në poshtë e re. Si duhet të bëjë e madhe, kur ajo mbitet një filiz i vogël. Kështu edhe njëri shejtëror gjithë nga fëmijëria, me bisedat e Krishtit, falësi, ungim. Dhe ky është roli që ka pritet për të sjellë fëmijët në kish, gjithë ti shejtëror. Fëmijët që ziten në kishëror kanë përgjigje shumë të lartë, vetëm bëhen të mirë dhe të gëzojnë prindërin, por të shejtëror. Dhe Perëndia ka thënë kur shejtor, nuk ka thënë thjesht të bëhet njerëz të mirë. Dhe diçka tjetër, shënë Lefteri është një brojtës i njerëz. Pra dashur të ky është një vend i bekuar. Ne kemi shumë shejtor që nuk të përlen. Shënë Lefteri, shënë Asni, shënë dashur dhe shumë parti që shejt të parë. Dhe gjatë gjithë shejt, kjo është tokë partirësh, është tokë e mbrojtur me gjatë partirësh. Është për e kitë që kemi lindur në këto. Por çështja është që ne, sidomos të krishterët, duhet ta ruajmë, duhet ta shejtërojmë këto, sipas shembullit të shejtorit. Dhe këtu që themi që në Lefteri është një brojtës sidomos i grave që nuk lindin fëmijë. Gratë që nuk lindin fëmijë shkonin lutesh në çështë Lefteri. Dhe Lefteri që të thotë çlirim i lironte nga vështirësia e tij. Shejtori do të thotë edhe ne, nëse kemi probleme shëndetësore ose të tilla, do të shkojmë në ditën e Zotit dhe të shejtorit dhe pastaj të tjerë, që kështu çdo gjë të bëhet mirë sipas Perëndis. Lavdi Perëndis që ne ka dhënë shejtorit të tillë në këtë tokë, që ka shëjtëruar, e ka fektuar për të mirën tonë. Amin.